Rikthehemi në Rrezën tonë me rubrikën Bëje vetë me Stella Nikollën. Çfarë do të na sugjerosh Stella sot? Mirë se u gjeta, gjithmonë një kënaqësi. Atëherë flasim direkt, meqense tani edhe kjo periudha e ftohtë, edhe fillon edhe na thahet pak lëkura, ka nevojë për hidratim. Edhe përveç se kemi atë gjën e shpejt fare, sepse ne duhet dëgjojmë edhe gjyshrit tanë ose prindrit tanë, çfarë kanë përdorur, se në treg tani ka plot kremra, solucione, çfarë të duash. Mami im historikisht përdor vetëm vaj ulliri në darkë, edhe e ka të lëkurën si bebe, sepse vaj ullirit është shumë i shëndetshëm për lëkurën, por kemi atë problemin e njollave që krijohen nga dielli. Kështu që do sugjeroja maska e parë në shtëpi në darkë, vaj ulliri është i shkëlqyer. Të gjitha kemi në shtëpi, është pa kosto, na hidraton, na ushqen. Hamxhat sallatën me vaj ulliri, kemi dhe fytyrën me vaj ulliri. Siç është shpreha jonë dhe motivi i kësaj rubrike, që i vendosim fytyrës atë që konsumojmë. Po. Kështu që kjo është një maskë e shpejtë, më erdhi kështu në mendje flash. Kemi dhe një maskë tjetër hidratuese, ku do përdorim të verdhën e vezës, vaj ulliri si gjithmonë, edhe sheqerin. Tani sheqerin zakonisht e përdorim pak si skrab, por kësaj radhe e kemi për hidratim. Kështu që do ta lëm pak që ajo të shkri me vajin e ullirit. Nuk e di sa do më eci kjo tani. Atëre, do të përdorim, ja po edh këtu, një të verdhë veze. Do hedhim një lugë vaj ulliri, edhe një lugë sheqer. Po. Kur ta vendosim në fytyrë, do t'i bëjmë dhe një lloj skrapi, meqense ka kokrat e sheqerit? Meqense ne hodhëm jo në sasi të konsiderueshme sheqer, kjo e gjitha do shkri tani me vezën edhe me vajin e ullirit. Kjo bëhet fiks një masë homogjene dhe këtë e vendosim në fytyrë. Pikset në fytyrë për shkak të vezës. Atëre, siç është kështu, me një penel në shtëpi, e aplikojmë gjithmonë jo në zonën e syve. Në gjithë fytyrën, edhe pak të gusha. Kjo e mira do jetë 15-20 minuta aq që kanë maskat. Ka një veçanti Niki, kush të doj mund ta përdor, sepse kjo aktivizohet më tepër në qoftë se ne e ngrohim. Si do ta ngrohim? Me një letër alumini, e presim në copa që e vendosim në fytyrë. Sigurisht që ato 15 minuta do mundohemi mos të lëvizim shumë, do lëm hapur vetëm pak hundët edhe syt, dhe do mbulohet e gjitha me letër alumini. Aty fillon ajo dhe vepron më tepër, ngrohet edhe kalon më mirë në lëkurë, e përthith shumë mirë. Pastaj me ujë të ngrohtë, një shplarje dhe e kemi atë fytyrën e hidratuar. Çdo maskë që vendosim në fytyrë, duhet të vendosim në fytyrë të pastruar më parë, pa make-up, pa të gjitha këto kremrat. Gjithmonë, e mira do ishte mbas dushit, kur hapen dhe poret edhe ajo depërton më mirë maska në lëkurë. Është funksionale për të gjitha tipet të lëkurës, se ka lëkura të ndryshme, të thata? Kjo është për të gjitha, sepse nuk e kemi tepruar me vajin e ullirit. Sigurisht veza është për të gjitha tipet e lëkurës, vetëm ai vaj i ullirit na çedon, por në këtë maskë ne kemi përdorur në limit vaj dhe në limit sheqer. Kështu që mund ta përdorin të gjitha tipet e lëkurës. Provoheni, gjeni një vezë mirë, sheqer ka, vaj ulliri gjithashtu. Letër alumini kemi në shtëpi, pse jo mos ta përdorim. E provojmë. Shpejt, çfarë kishim dhe një sugjerim të fundit? Tani kemi këto problemet tharjen e buzëve, sidomos nga i ftohti, të njëjtën gjë vaj ullir mund përdorim për duar që na thahen, kurse për buzët kemi mjaftueshëm është gjalpi. Gjalpi mundësisht të jetë jo ai kripuri, ai gjalpi i ëmbël që i themi ne. Mund të përdorim mjaltin, mjalti është i shkëlqyer. Unë zakonisht mjaltin para se të flë, i lyej buzët me mjalt, ri pak edhe më zë gjumi me atë, edhe konsumoj gjatë gjumit që nuk e di. E pra se thash se të flesh me mjalt në buzë. Po fle me mjalt në buzë, por që varet gjithmonë nga pozicioni i gjumit. Nëse fle në kurrizë edhe mund të shërbej për mirë për hidratim, se në fakt unë i them dhe gocës, bukuria do sakrifica. Kështu që mund edhe të rim atë gjysmore kështu në krevat që të veproja i mjalti, edhe na mbërson kështu si para darke. Mund ta përdorësh, mund ta konsumosh. Mund të përdori me vaj ulliri, me sheqer, mjalt. Duke i bërë dhe një skrap dhe më pas një lyerje me mjalt. Skrapi është i shkëlqyer për buzët, duke përdorur vetëm vaj kështu mjalt edhe sheqer. Po, një përzierje e mirë dhe më pas i bëjmë një skrap
buzëve dhe më pas... Kjo ka dhe një të mirë që qëndron në buzë. Në gjitës, sepse është gjitëse. Mjaltin, besoj e kemi gjithë të mirë në shtëpi. Kështu që pak edhe na takon të konsumojmë për bukurinë. Edhe ja vlejti që ta shpjegonim edhe këtë maskë për buzë, duke qenë se ditët vinë të ftohta, temperaturë thajnë duart, fytyra, buzët po ashtu, dhe ju do të keni buzë më të plota, më të shëndetshme, më të hidratuara. Faleminderit Stella, të uroj një fundjavë të bukur. Përshëndetemi së bashku, gjithashtu edhe për ju, kalofshi mirë.